Dikur ylli i filmave komedi, çka ndodhur me Amanda Bynes. Amanda Bynes, dikur një ylli i ndritshëm i Hollywoodit dhe një ikon e filmave për të rinj në vitin 2000, ka kaluar një rrugë shumë të vështirë dhe të ndërlikuar gjatë karrierës dhe jetës së saj personale. Ajo filloi të fitojë famë që në moshë të re, me rolet e saj në The Amanda Show dhe filma të suksesshëm si What a Girl Wants dhe She's the Man. Me humorin e saj të veçantë dhe sharmin natyral, Amanda u bë një nga aktoret më të dashura të brezit të saj, duke tërhequr vëmendjen e një audience të madhe, sidomos atë të adoleshentëve. Por pas kulmit të famës, gjërat filluan të marrin një kthes negative. Në vitin 2010, ajo nisi të distancohej nga aktrimi dhe të përballej me probleme personale dhe emocionale. Rrallimi i roleve dhe presioni i madh i industrisë së filmit duket se e ndikuan shumë dhe kjo solli një periudhë të errët në jetën e saj. Në këtë periudhë, Amanda filloi të shfaqte sjellje të çrregullta, duke përfshirë arrestime për përdorimin e makinës në gjendje të dehur dhe incidente të tjera që shqetësuan publikun dhe familjen e saj. Në vitin 2013, për shkak të krizave të shëndetit mendor, ajo u vendos nën kujdesarin ligjore të prindërve të saj. Kjo mas u mor pasi ajo u diagnostikua me probleme serioze, përfshirë episode psikotike dhe ankth të lartë. Pas kësaj, Amanda kaloi periudha të gjata në spital dhe në rehabilitim, duke u përpjekur të menaxhonte gjendjen e saj, por larg suksesit në karrierë. Për vite me radhë, ajo qëndroi larg syrit të publikut, por shpesh u përmend në media për shkak të sjelljeve të saj të paqëndrueshme në rrjetet sociale dhe përplasjet me ligjin. Megjithse fansat dhe familjarët shpresonin për një rikthim të saj, ajo përballej me sfida të mëdha personale dhe mendonte që e pengoni të vazhdonte me jetën e saj artistike. Vetëm pas vitit 2022, Amanda u lirua nga kujdesaria ligjore dhe tentoi të rikthehej në skenë, duke u angazhuar në projekte të ndryshme dhe duke ndarë momente nga jeta e saj në rrjetet sociale. Por edhe pse përpiqej të rifitoj kontrollin mbi jetën dhe karrierën, shumë nga sfidat e së kaluarës vazhdojnë të ndikojnë mbi të. Situata e saj mbetet delikate dhe ajo vazhdon të kërkojë paqe dhe qëndrueshmëri emocionale.